the full-scale war of aggression in Ukraine. Duke pas parasysh agresionin e fortë të Rusisë në Ukrainë, zgjerimi është për një nevojë gjeopolitike, na duhet që të ecim përpara me zgjerimin për një BE më të fortë, më të sigurt dhe saktësisht. Kjo është arsyeja pse zgjerimi është një përparësi kyçe për presidencën daneze. Ja pse jam vërtet shumë e kënaqur me konferencën e sotme ndërqeveritare me Shqipërinë që çeli grup kapitullin 4. Ky është një hap i domethënës për Shqipërinë dhe për BE-n, po kështu aq më tepër sepse shënon grup kapitullin e 6 që çelet vetëm brenda një viti duke lënë vetëm një që të hapet. Today's conference also shows that Konferenca e sotme dëshmoi po kështu se zgjerimi po ecën përpara dhe tregoi se reformat të vërteta sjellin rezultate të vërteta. Shqipëria ka bërë përpjekje të forta përgjatë viteve me reformën e drejtësisë, luftën kundër korrupsionit dhe harmonizimit me politikën e jashtme të BE-s. Shqipëria ka treguar qartësisht se sheh të ardhmen e saj në Europë. Ju po jepni rezultate dhe meritoni që këto t'ju njihen. Sigurisht nuk kemi ende në linjën e finishit, ka ende shumë punë që shtrihet përpara nesh, por sot është një gur kilometrik dhe drejtimi është i qartë. Danimarka, duke qenë presidente e radhës, do të bëjë maksimumin për ta çuar më përpara zgjerimin. Mbetet thelbësore që vendet kandidate të vazhdojnë të bëjnë realizime të reformave dhe të përmbushjes së kritereve të Kopenhagës. Shqipëri, ju po bëni pikërisht këta. Vazhdoni edhe më tej me punën e mirë e faleminderit shumë për bashkëpunimin tuaj. Komisionere, ju lutem. Dear Prime Minister, dear Marie, E dashur kryeministër, e dashur Mari, shpejtësia e Shqipërisë është mbreslënëse. Ende nuk kam bërë një vit në detyrë. Dhe kjo është hera e 4 tashmë që ne çelim një grup kapitull negociatash me Shqipërinë gjatë mandatit tim. Kjo na çon në 5 grup kapituj të hapur dhe 28 kapituj të çelur. Ka mbetur edhe një grup kapitull dhe nuk kam as pak dyshim që do ta bëjmë këtë gjë së shpejti. E di që presidenca daneze dhe të gjitha shtetet anëtare janë plotësisht të përkushtuara që të shënojnë progres në momentin që përmbushen të gjitha kriteret. Dhe po të përdorja terminologjinë olimpike, do të jetë më shpejt, më lart, më fort edhe me një ekip, një punë në ekip. Dhe siç e shihni ka një trekëndësh të fortë që e mbështet procesin e zgjerimit në tërësi, siç ju e theksuat e dashur Mari, duke qenë një nevojë gjeostrategjike. Ky rezultat është rrjedhoje punës së madhe të autoriteteve shqiptare që kanë çuar përpara reformat për gjatë shumë viteve dhe sidomos gjatë këtij viti, pavarësisht zgjedhjeve që janë zhvilluar. Dhe e dim që reformat që ju kërkojmë kandidatët e tanë, ndonjëherë nuk janë të lehta, kërkojnë ndryshime themelore. Për vendi juaj, dashur kryeministër, po tregon që mund të bëhet. Shqipëria po tregon që ndryshimi pozitiv është i mundur. Dhe se BE-ja e shpërblen këtë ndryshim pozitiv. Dhe vazhdoni kështu me këtë ritëm, duke u siguruar që të përfshini edhe parlamentin, shoqërinë civile dhe sektorin privat, sepse një konsensus i gjerë kombëtar përmirëson pranimin shoqëror e mëtej, sidomos për pusha kritike si reforma në drejtësi, pavarësia gjyqësore dhe lufta kundër korrupsionit, të drejtat e pronësisë, çështjet e pakicave dhe liria e medias që të përmbushin piketat e ndërmjetëve. Kjo është e rëndësishme që ne të nisim të përmbyllim kapitujt. Pra në momentin që do të çelen të gjithë kapitujt, ne do të nisim të mbyllim kapitujt sa më shpejt jetë e mundur, që të realizojmë për ambicien tuaj për të përmbyllur ato të gjitha brenda 2027-s. Grup kapitulli që kemi çelur sot quhet Agjenda e Gjelbër dhe Ndërlidhja e Qëndrueshme. Reformat që përmban ndihmojnë që rritja ekonomike e Shqipërisë të shkojë krah për krah me mbrojtjen e pasurisë jashtëzakonshme natyrore të Shqipërisë.
të mbrojnë burimet natyrore, të përmirësojnë menaxhimin e ujrave të ndotura dhe të ulë ndotjen e ajrit. Transporti në këtë grup kapitull do të ndihmojë në zgjerimin e rrugëve, në përmirësimin e transportit dhe ndërlidhjen e shpërblimit me sistemet evropiane, ndërkohë që energjia do të ndihmojë në konkurrueshmërinë e drejtë me forcimin e konkurrueshmërisë, por gjithashtu përdorimin e burimeve të ripërtëritshme. Kjo do të sigurojë përmirësimin e jetës të qytetarëve shqiptarë dhe ka mes tyre në vendet kandidate, pra ata janë midis vendeve kandidate që mbështesin më shumë antarësimin. 91% e qytetarëve shqiptarë mbështesin antarësimin në BE, 92% i besojnë BE-s dhe 82% kanë imazhin e BE-s dhe këto janë nga shifrat më të larta mes vendeve kandidate. E ardhmja e Shqipërisë është në BE, nuk ka as pak dyshim për këtë dhe sot jemi një hap më pranë për të arritur këtë objektiv. Faleminderit. Kryeministri Rama, ju lutem. Faleminderit shumë. E dashur Mari, e dashur Marta, ministre, komisionere. Kam shumë mirënjohje me të cilën dua të them disa fjalë, duke nisur nga falënderimi për ju, për mbështetjen dhe që jeni siguruar të mbahet premtimi që kur japim rezultate shpërblehemi. Sot çelëm një tjetër grup kapitull që në fakt përbëjnë 5 grup kapitulli në 11 muaj dhe me sa di unë ky është një rekord. Presim me padurim të çelim grup kapitullin e fundit përpara mbylljes së këtij viti. E di që është shumë ambicioze, por është ajo çfarë duam të bëjmë. Dhe me shpresë do ta bëjmë së bashku. Dhe siç e thatë, ashtu siç e theksoi edhe Marta. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me marrjen e një shpërblimi një herë për gjithmonë, por të realizohem çdo ditë. Dhe ne e dim që ka sfida, e dim që duhen bërë shumë përpjekje, por e dim edhe që nuk ka asnjë rrugë tjetër. Dhe më sfundi, kjo është hera e parë për ne në histori që zgjedhim lirisht me këtë duam të martohemi. Jemi martuar me detyrim me perandori të tjera në të shkuarën. Kështu që kjo është një perandori pjesë e së cilës duam të jemi, një perandori vlerash, të drejtash, një perandori sigurie e sigurimi ku më sfundi qytetarët tanë do të sigurohen që të drejtat e lirit e tyre nuk do të merren nga askush që vjen më pas. Nuk dua që të flas më gjatë, sepse jam tejet i vetëdijshëm që Danimarka ka shumë për të bërë dhe ministria këtu ka një ditë të gjatë përpara saj e gjëra të tjera për të bërë. Për të lijuar me detyrimet e presidencës daneze, por dua të them diçka që ishte diçka që vërtet, për cilën na erdhi vërtet shumë mirë kur pam që për kur pam barometrin që përmendi Marta dhe kur kuptuam që populli danez është mes mbështetësve më të mëdhenj të antarësimit tonë. Që të kesh nga ana jon vikingët është diçka që të jep mjaft siguri. Dhe na duhet ta përhapim këtë në mbar Europën në mënyrë që askush të mos guxojë një farë mënyrë të na bllokojë rrugën, sepse midis nesh dhe vikingëve scary joint venture, but është një sipërmarrje që është e frikshme. Megjithatë, thënë kjo, faleminderit shumë Mari, faleminderit shumë Marta. Dhe
or let's say saying also during the Ashtu siç po conference, diskutonim edhe gjatë konferencës, tashmë kemi një ministri e ministër të dedikuar për and I mjedisin have to ekskluzivisht. Më duhet ta pranoj se ky është rezultat edhe i një farë trysnie nga kanalet e BE-s për ta bërë një gjë të tillë. Sigurisht, trysni miqësore me argumente të mira. Kështu që ne kemi hyrë apo i jemi vënë plotësisht dhe dua të falenderoj gjithashtu dhe të mbështetemi dhe di që do të mbështetemi tek e gjithë dija e Europës, një dije që është akumuluar duke ecur përpara me anë të shembullit. Kështu që faleminderit shumë, faleminderit kryeministër. Vërtet jemi vërtet të kufizuar në kohë për shkak të mbledhjes së Këshillit, kështu që përpara mbylljes nuk e di kush do të dojë të mbaj fjalën, ju lutem, i bëni pyetjet shkurtimisht dhe prezantoni kush jeni dhe nga vini. Unë jam Denada Shkodrani nga Televizioni Publik Shqiptar. Është një pyetje e njëjtë për të gjithë ju. Shqipëria është përgëzuar për çeljen e kapitujve. Dua të di cila është sfida më e madhe në 2 vitet në vijim. The biggest challenge is, as I have said before, Sfidat më të mëdha, siç e thash dhe më parë, janë që nuk është e lehtë të çelësh kapitull, por është edhe më vështirë të mbyllësh dhe të kryesh reformat. Jemi të sigurt që jemi në rrugë të mbarë. Pra Shqipëria duhet të jap rezultate me reformat, duhet tashmë të sjellë gjithçka që është e nevojshme në mënyrë që të jetë në qendje të mbyll kapitujt. Dhe sigurisht këtë po e bëjmë në ekip. Vizioni i kryeministrit tuaj dhe i gjithë ekipit këtu është i përmbyllim negociatat në fund të 2027-s, e mbështesim këtë vizion. Çka do të thotë që në momentin që kemi këtë kandidat kaq të zellshëm është edhe përgjegjësia nga ana jonë që t'i mbështesim me të gjithë energjinë dhe fuqinë njerëzore që kemi këtu në Bruksel, po kështu edhe në presidencë. Jam dakord me komisioneren Kos, por kur çelim grup kapitujt 5 tashmë nga 6 për ta një kohë kaq të shkurtër e kemi bërë këtë sepse kapacitetet administrative të Shqipërisë janë të gatshme që ndërkohë që ecim përpara që Shqipëria të bëhet pjesë e BE-s. Shqipëri nuk keni vetëm vikingët nga ana juaj, keni të gjithë BE-n, të gjitha shtetet anëtare mbështesin ecjen përpara me Shqipërinë. Një ardhme e BE-s me Shqipërinë është shumë e rëndësishme për të gjithë ne. Do thoya diçka shumë të thjeshtë që BE-ja është bekim për një vend si Jyni e për vendet si Jyni në rajon. Është një bekim që Afganistani apo Iraku apo të tjerë nuk e kanë pasur. Përmes BE-s ne mund të marrim të gjithë dijen për të ndërtuar institucionet, për të ndërtuar shtetin që jep e ofron për qytetarët e vet përtej individualiteteve apo personaliteteve të tyre dhe kjo është e jashtëzakonshme. Për ta bërë këtë, BE-ja të jep mjetet për të rishpikur veten si kombë, për të rishpikur veten si vend dhe për të rishpikur veten si shtet. Në këtë proces besoj që BE-ja na ka ndihmuar ne si shumicë të rishpikim veten. Nëse duam ta bëjmë këtë gjë dhe këto 2 vite, sfida do të jetë të rishpikim veten duke u afruar gjithmonë e më pranë në mënyrën tonë të qenit me kërkesat, ashtu siç kërkesat e këtij grup kapitulli që janë jashtë masat mëdha dhe që janë shumë sfiduese. Mjedisi sot është një çështje të jetëngutshme. Kërkesat janë sfiduese edhe për shtetet anëtare për të ruajtur standardet dhe për të mbrojtur standardet. Sfida jon është të rishpikim veten
I mentioned also that Deri në fund, dhe kjo është arsyeja përse përmenda që tashmë kemi një ministri më vete vetëm për mjedisin, me një ekip që është rritur gjatë detyrës në një ministër të ri, i cili është negociatori nga pala jone tashmë. I duhet edhe të gjejë një negociator që ta shoqëroj. Dhe sigurisht, kjo nuk do të ishte diçka që disa vjet më parë do ta kisha marrë në konsiderat, por sot është shumë e qartë. Është një proces të mësuarit për të gjithë ne, dhe duhet jemi të përulur, të përkushtuar ndaj punës, dhe duhet ta duam Europën me të gjithë pasionin tonë. E çdo president në saj me pasion, e çdo përfaqësues të presidencave përfaqësuese me pasion. Kjo është ajo çfarë duhet bëjmë. No, Marta, you don't get jealous. U bëra xheloze. Jo, Marta, nuk duhet të jesh xheloze, sepse ju jeni BE-ja, ndërsa ato janë presidencat përkohshme. Unë do t'jem aty deri në fund, faleminderit Edi. Kështu që është BE-ja dhe marrëdhëniet e saj. Kemi pyetje të tjera? Nuk shoh ndonjë dorë të ngritur. Do të kishte qenë krejt jo e zgjuar që të kishin pyetje të tjera pas gjithsej deklarate dashurie. Faleminderit shumë. Faleminderit. I don't want to make Meta jealous.